Listat e partive politike tashme janë dorëzuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Janë subjektet kryesore politike, përfshirë nismen social-demokrate, e cila ka vendosur të konkurroje vetme në këto zgjedhje, pasi PDK-ja nuk e mori, që kanë brenda tyne njerëz shumë të mirë, pa përjashtim, të gjitha, po ka njerëz edhe shumë të këqij. Do të përpiqemi të flasim për njerëz të mirë, për subjektet e më të mira, dhe për njerëz të këqij të cilët do të identifikojmë, do të ekspozojmë dhe do të bëj thirrje, të paktën unë personalisht, që mos të votohen ata. Sepse duke pas një kuvend prej 120 deputetësh, me njerëz me kredibilitet, me njerëz të ndershëm, të mirë, ne mund të kemi një qeveri më të mirë, ne mund të kemi një president më të mirë, mund të kemi një Kosovë më të mirë. Sidoqoftë do të hesim në këto lista, ashtu siç janë publiku dje, ashtu do të analizojmë sot, duke filluar nga LDK-ja deri tek vetëvendosja e cila i publikoi rreth orës 1 të natës. Pra, publikoi listën e koalicionit, të një koalicionit natës. Visar, mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Faleminderit. Besoj ke pas kohë të mjaftueshme me i analizu listat, me i pa emrat, me i pa ofertat nëpërmjet këtyne emrave, dhe e di që është heret, e di që secilit na duhet kohë, por do të flasim pak për këtë lista. Si ke po në përgjithësi? Po tash listat janë publiku dje, si që përmendë edhe ti, dhe më thonë kemi pak a shumë janë listat të cilat i kemi pasë edhe para 9 mujve, po me disa ndryshime me në edhe cilësore, edhe dhe më thonë se në veçanërisht të Liga Demokratike e Kosovës edhe Partia Demokratike e Kosovës. Po edhe të alianca e vërejnë këta për arsye të ndryshme. Një gjë që du të me pas parasysh gjithë është që na kur i shohim 110 emra në listë nuk është se i njohim gjithë dhe rrjedhimisht kufizohemi pastaj që me i komentu ata që o kanë profil publik ose i kemi pa në për kapacitetet tjera. Natyrisht, nuk flas për ata që i njeh më së miri. Absolutisht. Që i njeh personalisht. Se problemi këtu është që mundesh me i hin hak pastaj dikujt që mund të shumë i mirë, po thjesht nuk e ke pa. Dhe rrjedhimisht pse njohim? Fushata dhe angazhimi politik e bën pra të dukshme. Për shembull, çuçi kemi pas rastin me Alian Tahirin se kemi njohur dhe pastaj na ka dalë një politikan shumë me potencial. Kështu që në këtë drejtim mendoj që i vren dy gjëra jashtëzakonisht interesante të Liga Demokratike dhe të Partia Demokratike e Kosovës. Mënyra qysh e bëjnë këtë kombinimin e listave në të cilin edhe e fusin brenda me drejt, më thonë, historinë e partisë, edhe aspektin profesional, edhe aspektin moshor, edhe atë rajonal. Mendoj që lista edhe pastaj grupi parlamentar është dashur me qenë një farë kombinimit të gjitha partitë, një kombinimit të gjitha këtyre. Domethënë ka parti që mbase bin shumë si të thënë kështu bëhen viktimë ta quaj ashtu e rajonalizimit të listës. Ka pastaj të tjerë të cilët mund të jenë viktime në kështu përvoje politike. Dhe të gjitha këto tendencat e partitë politike kur shfaqen mendoj që janë të dëmshme sepse lista duhet me pas, pra nuk është kjo kërkesa nga njerëz që dëgjoj për njerëzve që krejt duhet me qenë 3, nuk duhet me qenë këtë 3. Natyrisht që të vynë përvoja, të vynë bamendja institucionale me pas në kuvend, po pastaj të vynë edhe ky aspekti e krijimit të kuadrave të reja. E lista për deputet dhe zgjedhja si deputet është një prej mënyrave që partiti promovojnë, për shembull, ti quaj ashtu yjet e reja politike që i kanë brenda subjektit. Dhe në këtë drejtim konsideroj që sikur herën e kaluar edhe tash në këtë gërshetim dhe në këtë cilësi të listës prin Partia Demokratike e Kosovës dhe Liga Demokratike e Kosovës. Natyrisht edhe për shkak të mallësisë së partisë, por që për shembull mallësia e partisë nuk reflektohet për televizja dhe vendosje. E cila është listë e cila e shihet qartë se që më shumë bazohet në Albin Kurtin dhe popularitetin e tij, sesa që është listë që mbledh për brenda vetës emra të cilët janë. Jo, Albin Kurti aty përjashtimisht Lakon Jufsat e tjerë Pragun se kishin